Po thua që investimit në veri që po ndodhin nga bizneset duke që janë profitabile, po përpëhen me qëllim të normalizimit të jetës atje, po. Unë mendoj që tash me investimet e reja që do ndodhin në Trepç dhe në agroturizm, unë besoj që ndoshta Veriu shumë shpejt do jetë vendi më profitabil për biznesin. Por, e them edhe njëherë, gjithë ata njerëzit që në këtë fazë e kanë marrë iniciativën dhe të investojnë në veri, jam shumë mirënjohës. Shumë mirënjohës, se kam bërë një akt patriotik. Se sot, ne patriotizmin duhet ta quajmë me zhvillim ekonomik. Ne nuk duhet ta promovojmë nacionalistin hegemonist. Ne do t'jemi patriot. Si mund t'jesh sot patriot, duke mos e vjedh shtetin? Duke kontribuar për me zhvillu shtetin? E unë them edhe për ty Arben që edhe ju keni një detyrë shumë të shenjtë që me përqu informacionin çdo gazetar, me qu informacionin e drejtë, me thonë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Dhe mos me tundu asnjë gazetar në Republikën e Kosovës materialja. Pra, ne të gjithë media, inxhinier, biznismen, shkencëtar, gjitha profilet, qytetarët, ne mos të ndohemi nga ona materiale edhe të bëjmë dëm në Republikë.